terapisë intensive kirurgjikale ku trajtojnë sëmurët pas operacionit. Momenti më delikat është trajtimi i të sëmurëve të cilët ka nevojë për asistencë respiratore. Dhe asistenca respiratore, do të thënë pacient e intubuar dhe që ventilohen nga aparate të veçantë në kushtet e ndërprerjes së dritave janë të gjithë me një pajisje backup. Do me thënë që siguron funksionimin e tyre të plot me energji të akumuluar, me akumulator të cilët janë të inkorporuar në këto aparate. Kështu që trajtimi i këtyre të smurve vazhdoi normalisht, madje jo vetëm trajtimi i asistencës respiratore, por edhe trajtimi i vazhdueshëm i tyre, pasi këta të sëmurë mjekimin e marrin nëpërmjet aparateve në mënyrë të vazhdueshme, të cilët edhe ata janë me backup. Gjithashtu, edhe monitorimi i këtyre të sëmurëve ishte korrekt. Ndërprerja e dritave, ndërprerja e energjisë elektrike zgjati disa minuta, ndërkohë që trajtimi i sëmurëve po vazhdonte normalisht dhe nga informacionet që morëm flitej për një defekt të rëndë dhe koha e rikthimit të energjisë elektrike ishte e pa konfirmuar. Kështu që në këto kushte, për të shmangur rënien apo mos funksionimin e një koshëm të disa aparateve respirator, vendosëm kalimin e të smurëve në godinën tjetër të spitalit apo në njësinë e terapisë intensive të spitalit ngjitur, ku zhvendosja e sëmurëve u krye vetëm 20 metra më larg, duke siguruar vazhdimin e trajtimit edhe në kushtet e reja të reanimacionit të ri. Vendosëm që të transportojmë vetëm 10 të sëmurë, nga të cilët 9 ishin në respiracion të drejtuar, do të thënë që frymarrja e tyre sigurohen përmjet aparateve respirator. Sigurisht ne kemi mjetet që transporti i këtyre të sëmurëve të realizohet me respirator portativ, pa e cënuar trajtimin e tyre gjatë të transportit. Transporti ishte i shkurtër, të sëmurët u stabilizuan në njësinë e terapisë intensive të kardiologjisë, të 9 të sëmurë të cilët ishin të intubuar dhe vazhduan trajtimin e tyre për afro 20-30 minuta. Ndërkohë që trajtimi të sëmurëve, i cili u krye në mënyrë të kontrolluar një nga një, vazhdoi në reanimacion e kardiologjisë dhe konkretisht në 20:18 ka nikur është ndërprerë energjia elektrike dhe në 20:43 ne kemi filluar transportin e të sëmurëve. Rreth orës 21:10 transporti i sëmurëve ka përfunduar. Kemi vazhduar trajtimin e të sëmurëve në reanimacionin e kardiologjisë. Trajtimi është kryer korrekt, ndërkohë që pas disa minutash rikthehet energjia elektrike. Pasi morëm informacionin për siguri të furnizimit me energji elektrike të godinës son dhe konkretisht të njësisë son të terapisë intensive, pacientët rikthehen përsëri në njësinë e terapisë intensive ku ata merrnin trajtimin më parë. Dhe rikthimi i pacientëve fillon në orën 22, përsëri rikthimi i pacientëve kryhet në mënyrë të kontrolluar, me shumë kujdes dhe pas një komplikacion. Rreth orës 22:30 ka përfunduar rikthimi i pacientëve në njësinë e terapisë intensive ku më parë ishte ndërprerë furnizimi i energjisë elektrike. Kontrollohet gjendja e tyre dhe gjendja e tyre ishte e pa komplikuar. Atëherë, e them me përgjegjësi të plot që nga pikpamja profesionale, kjo ndërprerje energjisë elektrike nuk ka cënuar as pak kujdesin e pacientëve përpos faktit që kjo është një situatë emergjente, por ne
jemi mjek reanimator dhe me situata emergjente ne jemi mësuar gjatë gjithë përvojës son profesionale, kështu që aktualisht të sëmurët ndodhen në njësinë e terapisë intensive që ata marrin trajtimin për katës dhe trajtimi tyre vazhdon normalisht. Për sa i përket sëmurëve të cilët kanë qenë në reanimacionin kirurgjikal, ata të sëmurë vazhduan që ta marrin trajtimin në reanimacionin kirurgjikal pa vështirësi dhe gjendja e tyre nuk kemi asnjë komplikacion të situatës këtyre të sëmurëve për sa i përket ndërprerjes së furnizimit me energji elektrike në reanimacionin kirurgjikal. Doktor, a është normale ndërprerja e energjisë elektrike për reanimacionin qendror për ju si mjek 30-40 minuta dhe sa i takon më pas edhe pjesës tjetër? A ka pasur për një pacient e cili ditën e sotme është dhënë njoftimin që ka ndruar jetë, një person i cili ka qenë i burgosur, a ka pasur lidhje me situatën e ndërprerjes së energjisë elektrike? Kuptova. Për sa i përket përgjigjes pyetjes parë, nuk mund të them. Si mund të them që është normale ndërprerja e energjisë elektrike në njësinë e terapisë intensive? Detyra ime si mjek është që të mbroj jetën e të sëmurëve. Detyra ime dhe detyra e stafit tim, të cilin unë drejtoj. Kështu që në çfarë do lloj situate, ne jemi të gatshëm për të përballuar këtë situatë mbrojtje të jetës së sëmurëve dhe kaq. Kjo pyetje nuk më përket mua. Dërsa, sigurisht, për pyetjen e dytë, për humbjen e jetës një të sëmurit të dënuar, i cili po trajtohej në njësinë e terapisë intensive të kirurgjisë, gjendja e këtij sëmuri ishte e rëndë. Normalisht një sëmur i cili shtrohet në njësitë e terapisë intensive janë të sëmurë të cilët kërcënohen nga vdekja. Dhe gjendja e këtij sëmuri ishte mjaft e rëndë. Jo vetëm në natën e mbrëmshme, por gjendja e këtij sëmuri ishte e rëndë që në ardhje. Do të thënë, ditën që është shtruar për t'u nështruar një interventi kirurgjikal, ditën e diel, në pasdite, të gjitha të dhënat janë të argumentuara në kartelën klinike, që gjendja e këtij sëmuri ka qenë shumë e rëndë, i sëmuri vuante nga ciroza hepatike dhe ka patur një hemoragji masive intraabdominale për cilën edhe është trajtuar kirurgjikalisht. A keni të dhëna për orarin kur është ndarë nga jeta persone që ishte duke u trajtuar? Saktësisht, i sëmuri është ndarë nga jeta në orën 4:18 minuta, 4:13 minuta të mëngjesit. Ndërkohë që furnizimi me energji elektrike është rikthyer rreth orës 21:40-45 minuta. Doktor, këto pajisjet backup që ju thoni që punojnë pasi ndërprerjen e energji elektrike, sa kanë një gjatësinë e tyre? Sa minuta punojnë pa energji elektrike? Atëherë, pajisjet backup sigurisht gjatë të përdorimit të tyre konsumohen. Do me thënë, sa më shumë kalon koha e përdorimit të këtyre pajisjeve, aq më shkurtër është edhe koha e backupit. Në kushtet kur ti ke 9 të sëmurë, të cilët ti ke në trajtim në trajtim në ventilacion mekanik, atëherë edhe shkëputja e energjisë elektrike të ndodh në një moment të caktuar, atëherë vendimi që morëm neve për transferimin e të sëmurëve dhe për vazhdimin e trajtimit të tyre në reanimacionin kardiologjik ishte pikërisht për të shmangur rënien e njëkohshme të funksionimit të këtyre pajisjeve, gjë e cila do të shkaktonte probleme në transportin e pacientëve në mënyrë të njëkohshme në reanimacionin tjetër, i cili ishte i furnizuar me energji elektrike. Nuk mund ta them se sa është ose sa është koha që këto pajisje sigurojnë, por mund të them me siguri që pajisjet e reja
të sigurojnë një mbajtje të funksionit të aparatit për një periudhë për 5-6 orësh. Profesor, gjatë punës tuaj në anestezi reanimacione, keni pasur të tilla si ajo e mbrëmjes së të hënës? Incidentet të tilla ne rëndom shumë vite më parë, një ngjarje e ngjashme ndodhi edhe përpara 1-2 vjetësh, ngjarje e ngjashme ndodhi përpara 1-2 vjetësh, e cila u kalua me sukses nga ana jonë, ashtu si edhe mbrëmjen e kaluar, ku fakti që neve nuk patëm asnjë humbje jete në një situatë të tillë, na bën që të meritojmë diçka më shumë nga ju gazetarët në radhë të parë, pasi kjo tregon se shërbimi ynë është gjithmonë i gatshëm për të përballuar edhe situatat vështira të këtij lloji. Në të tilla situata, doktor, a mjafton vetëm puna juaj për të përballuar raste si ajo ditës së djeshme? Atëherë, unë flas vetëm për punën time si profesionist. Nëse do të bëja të jepja deklarata për të përfaqësuar punën e dikujt tjetër, nuk janë ato që më takojnë mua. Dhe diçka të fundit nga ana ime. Sallat fatmirësisht nuk ka pasur pacientë cilët mund të kenë qenë gjatë operacionit, më merri që shkëputur energjia. Por nëse do të kishte pasur pacientë të cilët pra do kishin qenë apo do të ishin gjatë ndërprerjes së energjisë elektrike në sallë të operacionit. Keni një plan B se si veprohet me ta? Çfarë do ndodhte me pacientë të tjerë? Edhe në sallat e operacionit ne kemi masat e sigurisë për ta mbajtur në jetë të sëmurin, edhe nëse ndodh një dukuri e tillë. Edhe në sallat e operacionit, monitorët dhe aparatet e anestezisë janë ato të cilat sigurojnë mbajnë në jetë të sëmurin dhe na japin neve siguri që të përballojmë situata të tilla edhe nëse i kemi të sëmurët gjatë ndërhyrjes kirurgjikale. Ju keni nuk funksionuan gjeneratorët? Që më përket mua. Dhe nuk kam patur kohë që të merrem me këto. Kjo është një pyetje që përket instancave të tjera mund të japim përgjigje më të saktë. Doktor, faleminderit.